Ka kur është bërë atje, po çon ata edhe po përmbytemi gjithmonë tani. Që ajo diga e banjës u bë si rezervuar edhe për vaditje. Liçeni i banjës ka dy funksione. Ka si rezervuar për vaditje të gjithë Myzeqes deri në kavaj, po edhe të prodhoj energji. Ju po thoni, a merrni vaditje ju prej saj? Jo. Ne vetë se përmbytemi në dimër nga ajo. Ajo shton gjithmonë në dimër dhe tani ka 3 vjet që e ngre nivelin e lumit. Ta i çoj sipas qefit. Ta i shikoj lumi plot edhe na i çoj dhe neve. Gavati 1,5 metra ujë serrat, ja vesh serrat atje sa shkosh 1,5 metra. Po shton. Po shton, ja erdhi uji. Aty ku ishim neve erdhi uji. Erdhi uji, ne po spostohemi pak nga pak. Ne i pagojmë tera lekt edhe vjen puna asnjë gjë as. Asnjë gjë marrin për neve, asnjë mas. Ne i pagojmë tera dhe to tatimet tëra kemi paguar. Tani, te kryetaria e bashkisë keni shkuar. Në instancë tjetër keni shkuar të kërkoni ndihmë. Si tham, na shtro rrugën ajo serdi do ta shtroj, tha, dyeri kemi thënë unë se ai shtro rrugën. Erdha nga thënë do ta shtroj nga thënë. Kur do ta fushat? Ka thënë zyrta se ka thënë ai shtro rrugën. Po kur ja ke thënë në fushat? Para 2 muaj, tani para 2 muaj i thash. Unë për Julin nuk kam që aty flas shumë, sepse flet puna e saj më mirë se çdo gjë tjetër. Isha 99% i bindur për Julin, tani jam 100%. Shumë faleminderit se ma mbushët mendjen. Faleminderit. Kemi treguar që një bashki e vogël si Dimali di të bëjë ndryshimin, di të sjellë zhvillim dhe progres, pse jo, të bëjë dhe inovacion. E kemi nxjerrë këtë qytet nga emergjencat që lidheshin me përmbytjet në qytet e në hektarët e serave kudo në territor. Jemi përpjekur të bëjmë më të mirën në fusha të ndryshme dhe shtylla të zhvillimit të qëndrueshëm të pushtetit lokal. Kemi bërë shumë investime në shkolla, kopshte, qendra shëndetësore, ambulanca, gjithashtu dhe për mirësimin e aksesit në rrugë, duke ndërhyrë në gati 60 kilometra rrugë, në proces kemi ende 10 kilometra të tjerë. Puna nuk do të ndalet. Erdhi këtu ajo i thashun, hajde shtro rrugën i thashun. Po dilë Kryetare bashkisë e ka fshirë. Si më e ka fshirë? Nuk do ta di fare. Nuk ju pyet fare? E shiste rrugën 23 serde. Me serde, mësojmë serde. Unë erdha me foristrat, makinën. Ja, deri këtu erdha unë, se deri këtu. Deri këtu, po i pagu ty. Ja, po s'ma mbajti se. E po kemi vënë 300.000 lekë, ai po te ka 500. Ne i pagojmë 100%. Nuk hyn dot me fare. Urdhë tani. Të tërë ne këtu kemi paguar 100.000 lekë. Të tërë se shkon këtu ti ka paguar 100.000 lekë për shtruk të rrugë. 100.000 lekë, 500 i ka vënë ai. Plus taksës bashkisë. Ato janë, ne pagojmë 2 herë të rrugës. Super është. E pagojmë 2 herë të rrugën. Ka 100.000 lekë ka vënë unë të kjo rrugë. Por pse ju ka fshirë një, se këtë se kuptova. Çka ka me fshatin tuaj? Ja, urdhë, Shifve, ka 8 vjet rrugën neve i kemi bërë veto. Me merë foli. Po çfarë të Flasë se çka jemi. Po e njëjtë gjë. E qartë, e kam shumë qartë. I kemi bërë vet. Taksat e nafta i paguajmë, taksat e i paguajmë, po kështu ne vetëm paguajmë, se nga të nxjerrim ne. Subvencion ke marr? Asnjë lloj subvencioni, asnjë lloj. Po ju duhet merrni, keni sera. As 30 vjet, asnjë lloj subvencioni. Ta, do të ketë 1 hektar sera që të marrësh? Po ku ka 1 hektar sera, tërta këtu që shikon ti në të lymë gjithë to kanë. 1 hektar sera. Sa 1 hektar sera asnjëri. Dhe ai që ka, ka që djali këtu. Po ti ke marr? Po i ka marr me qera. Ça? Ke marrë subvencion? I kam bërë si vjet letrat, po çojmë. Të shohim. Subvencioni jepet sipas dëlyme, unë kam për shemb ka 500 metra këtu, ti japi edhe ti 500 metra. Ti japi edhe më një dëlymë për shemb. Kryeministri ka thënë bëuni bashkë, bëni kooperativa. Ku ka në një vend 1 hektar tokë asnjëse. Tërë nga të dëlyme gjysmë tokë. Ta ishim bashkë dhe unë. Kjo është gjë falso, bën 1 hektar. Ku ti gjen 1 hektar ai? Ai të dëlym toka. Dhe një dëlym ka që një kanë mal. Pra po thua reforma nuk u bë për ju, po thua. Po gjë është shkatruar. Po thoj, këta i çik fermer që janë, tu japin ai lekë që ne të ngrihemi. Të rrin këta. Të rrin këta pak në tuja që na japin tek me investoj tek fari. Atë të bëhemi konkret, ti je djalë i ri, bëhemi konkret. Ai thot ti mbajmë të rinë në Shqipëri. Po. Tu japim edhe lekë për të bërë bujtina madje në për zona ku ka mundësi për agroturizëm. Qa do i thoi kryeministri po t'ishte këtu kaq afër me mua, se vjen ai. Do t'i thoshim ne kemi paguar tëra taksat. Duke filluar nga nafta që e marrim. Po, ande nga kryeministri. Çfarë marrim 1700 naftën? Po, taksat e plerat i paguajmë 70.000 lekë ataja. Sot na vin na japin lekë të gjysmën e demit. Që
Ta sa janë paguaj farishte. Pra ju doni gjysmën e dëmit që është bërë, pra hakun e punës dhe lëndën e parë. Po, ka 30 vjet që paguaj natë nafta. Shpenzimet, 30 vjet që Vetëm shpenzimet. shpenzimet ato, se kratë nuk po i fut Te me plerat e merret doganën ai. Tek farishte a merrej? I merr tëra, taksat tona. Po ama kur përmbytemi një herë, na hedhin një herë. Kështu i bie. Ka thënë Ka kanë nafta ne paguajmë 1.700 lekë në naftës për ne marrim. Ai thotë ju subvencionoj thotë. Çfarë subvencionoj lesht, ku ka, tërë të bëj shikon një lyp të gjysmë toka. Është 70. Është 70, siç e këtë është 70. Ku ka ka njëri 1 hektar, po me 1 hektar ç'është këtë nuk vjen pranë vera me lule. Ne vim tek ju kur nuk ushqitet malli. Ne vim tek ju kur kur ju përmbyt. Unë paguaj 30 vjet taksa kur i bie. Llafi, te nafta, te plera, te ajo. E kuptoj. Njerë që përmbytet për shembull pse s'vjen shtetit të vinë këto ta paguaj ta demit. Ka sinjale që do t'ju dëm shpërblejnë këtë vit? Asnjë lloj sinjali nuk ka. As nga qeveria, as nga bashkia. Asnjë lloj. Po këtu është gjë fallë. Do flasësh, Nardi? Do na thuash gjë? Qose duhet në shtesë këtoj, çfarë do të themi me? Okej. Ja kjo është. Kjo është faktike, çfarë do të themi me neve? Kush do të flasi? Do zotit vendorën. Që thot diçka. Do të flas dikush tjetër. Të nderuar miq, zoti kryeministër, i nderuar president Begaj. Ky është populli shqiptar në momentin më të vështirë të situatës. Kishim situatë në verë, me djegje, 27 vatra në gjithë Shqipërinë, u shkrumbuan ullinj, u shkrumbuan fshatra, si punë e Skënderbegasit. Janë akoma me plasmas, me sa kam dëgjuar unë nëse në ato kontenierët që ke çuar ti zoti kryeministër, por ky është dëmi i verës. Dëmi i dimrit për fermerin është përmbytja. Janë përmbytur në Lezhë, përmbytur në Korçë, përmbytur në Berat, përmbytur në Lushje, përmbytur në Fier. Këto janë informacionet që ne kemi edhe fushkruajmë, fal. Çështja është që fermerët sot i kanë gjithë syt nga qeveria. Sepse, siç e thanë dhe vet, janë të mbytur me kredi, askush nuk ka ardhur t'i shoh, dhe askush nuk merr përsipër nga kompanitë e sigurimit t'i siguroj. Pra ata janë komplet mëshirë të fatit. Dhe më shumë se kurrë ata presin një ndihmë nga qeveria, siç kundër tha djali, të paktën shpenzimet që kanë hedhur, sepse u ka mbetur dhe fidani nder. S'kan ku ta mbjellin, toka është e lagësh dhe do muaj që të thahet. Më troç se kaq, nuk e di se çfarë mund të themi më. Banorët janë ujë, po presin ujin tjetër. Uji që po u vjen e përsëris në një ditë të thatë, jo në një ditë me shi. Pra kërkon dhe hetim nga qeveria, pse përmbyten banorët kur nuk ka aq shumë shi. Hera e parë, besoj se e kuptoni, nuk është përmbytur Shkodra. Shkodra hidrocentraleve, sepse nuk u hapën, nuk ishte uji heci, nuk ishte uji liçeni i Kuksit që të përmbyste e Shkodrën. Nuk u përmbyt Tirana, që njihet për përmbytje për shkak shirave. U përmbyt zona e Beratit, u përmbytën serat, u përmbyt toka. Miq, ky është emisioni nga ky fshat i bukur i Beratit, por që përfaqëson të gjithë fshatrat e Beratit dhe të Lushnjës të përmbytur. Emisioni i radhës do të jetë në një tjetër zonë të Shqipërisë. Ne me fol të shkojmë kudo ku ka njerëz që kanë guxim të flasin dhe duan t'i thonë gjëra troç. Deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.